Shikues e Vision Plus, përshëndetje. Do të njihemi bashkë në parashikimin e motot për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti ka qenë me vranësira mesatare deri të dendura si dhe me alternime të erpashershme, kthjellimesh më teksuara këto përgjatë kushtësirës perëndimore. Vranësirat e dendura u shoqëruan nga reshë shiu me intensitet të ulët në mënyrë të izoluar, ato kanë qenë edhe në formën e shtrëngatave afatshkurtër. Era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe jug perëndimi me shpejtësi 17 metër për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 2 deri në 4 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 5 deri 10 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 7 deri 15 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 16 gradë Celsius. Edhe për ditën e shtunë, Shqipëria do të vijë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet të jetë me vranësira mesatare deri të dendura si dhe me alternime të erpashershme kthjellimesh më teksuara përgjatë ultësirës perëndimore në pjesën e parë të ditës. Reshët e shiut parashikohet bëhen prezente në orët e mesditës me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit. Në orët e pesdites deri në mbrëmje vonë, reshët e shiut pritet jenë me intensitet mesatar në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në jug perëndim dhe në ekstremin jugor, reshët e shiut do të jenë me intensitet deri të lartë në formën e shtrëngatave afatshkurtër, shoqëruar dhe me shkarkesa elektrike, lokalisht edhe me breshër. Në zonën e Alpeve, në relievet malore do të kemi reshje dëbore me intensitet të ulët lokalisht deri mesatar. Era do të fryjë me drejtim nga Berilindja dhe Juglindja me shpejtësi 10 metër për sekond, në Bregdet deri në 24 metër për sekond. Dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë i lartë, i forcës 4 deri në 6 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 2 deri 11 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 5 deri 17 gradë dhe në Bregdet nga 9 deri 17 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme si pasojë e kalimit të një fronti të ftohtë. Moti parashikohet të jetë me vranësira dhe me reshë shiu në pjesën më të madhe të rajonit, ndërsa në relievet malore të tij do të kemi reshë dëbore. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa jugore, rajoni i Ballkanit, një pjesë e Europës veriore dhe veriindore do të ndikohen nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti aty do të jetë me vranësira dhe me reshë shiu dhe dëbore. Gjithashtu në ishut britanik, në detin mesdhe parashikohet një erë tepër intensive dhe problematike. Pjesa tjetër e kontinentit do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme dhe mot me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Këtu kemi përfunduar nivelin e rë për vëmendjen, dashur takofshim.